Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetari i Kuvendit i Kosovës, Glau Konjusa, tha se beson se do të arrijë marrëveshje bashkëqeverisje me pakicat jo serbe, ndërsa qëndrimet e opozitës si përshkroi si obstruksioniste dhe sulme agresive. Nëse lind nevoja, do të mblidhemi si leadership, do të vendosim prapat e mëtejshëm, por deri tani partitë opozitare kanë mbajtur qëndrim pengues. Sulmet në televizje dhe vendosje kanë qenë shumë agresive dhe mendoj se këto zgjedhje ishin mjaft jo konvencionale me shumë akuzat pa drejta dhe goditje të ulta, deklaroi kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glau Konjusa. Nga 1 mars, lëvizja në kufirin mes Shqipërisë dhe Kosovës në pikalimet në Vërnis dhe Morin mundsohet vetëm përmes dokumenteve të identifikimit. Udhëtarët që shfrytëzojnë pikën kufitare nga 1 marsi duhet paraqesin dokumentet në 2 muaj të ardhshëm. Ata vazhdojnë ta kundërshtojnë këtë proces pasi shprehen për lëvizje të lirë në kufirin mes Kosovës dhe Shqipërisë. Pika kufitare e përbashkët Shqipëri-Kosovë përpunon numrin më të madh të automjeteve dhe udhëtarëve që hyjnë dhe dalin në të dy anët e kufirit. Drejt përfundimit rruga Shëngjin-Velipoj. Përmes rrjeteve sociale, kryeministri Edi Rama ndau pamje nga punimet që po kryen në këtë rrugë. Një tjetër spektakël i bukurive shqiptare në vazhdën e zbulimit të Shqipërisë turistike, shkruan Rama. Rruga Shëngjin-Velipoj konsiderohet një akt i rëndësishëm dhe me hapjen e saj do të krijohet një boshë i ri në një zonë me potencial më të madh zhvillimi turistik. Nga porti i Shëngjinit, rruga i bashkangjitet shpatit në lartësinë 100-120 metra mbi nivelin e detit dhe ruan të paprekur plazhin e Shëngjinit, ranën e Edhur dhe plazhet e tjera të zonës. Bota. Kancelari i Artshëm i Gjermanisë, Friedrich Merz, njofton bisedime me Francën dhe Britaninë për të diskutuar mbi ndarjen e armëve bërthamore, por paralajmëroi se një veprim i tillë nuk mund të jetë një zëvendësim për mburojtjen ekzistuese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi Europën. Ndarja e armëve bërthamore është një çështje për të cilën duhet të flasim. Ne duhet të jemi më të fortë së bashku në parandalimin bërthamor. Ne duhet të bisedojmë me të dyja vendet, Francën dhe Britaninë, dhe përveç kësaj nga perspektiva e plotësimit të mbrojtjes bërthamore amerikane, të cilën natyrisht duam ta shohim të ruajtur, tha kancelari i Artshëm i Gjermanisë. Merz tha se situata e ndryshuar e sigurisë globale tani kërkon që europianët ta diskutojnë këtë çështje së bashku. Ish bankieri Mark Carney fitoi garën për të bërë udhëhesi i Partisë Liberale të Kanadas dhe do të pasojë Justin Trudeau si kryeministër. Ai do të marrë drejtimin në një kohë të trazuar në Kanada, e cila është në mes të një lufte tregtare me aleatin e vjetër Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidentin Donald Trump dhe duhet të mbajë zgjedhje të përgjithshme së shpejti. There's someone who's trying to weaken our economy. Yeah. And Donald Trump, as we know, has put, as the Prime Minister just said, unjustified tariffs on what we build, on what we sell, on how we make a living. Është dikush që po përpiqet që do psojë ekonominë tonë, tha Carney për Trump, duke nxitur thirrje të forta në mbledhjen e partisë. He's attacking Canadian families, workers and businesses, and we cannot let him succeed. Ai postulion punëtorët, familjet dhe bizneset kanadeze. Ne nuk mund ta lëmë të ketë sukses. Qeveria ime do të mbajë tarifat tona ndërsa amerikanët të na tregojnë respekt, tha kryeministri i Artshëm i Kanadas. Trudeau njoftoi në janar se do të tërhiqej pas më shumë se 9 vitesh në pushtet. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.